Përshëndetje miq, uroj të jeni mirë dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Për ju që më dëgjoni për herë të parë, unë jam Andalina nga sofra ime. Sot kam përgatitur ëmbëlsirën tradicionale të Krishtlindjes në Greqi, që është shumë e mirë si ëmbëlsirë. Janë të thjeshta, por kanë edhe ato sekretet e vogla për të patur një rezultat ashtu si duhet. Në pamje të parë mund t'ju duken biskota, por kanë një shije shumë ndryshe dhe një aromë fantastike. Kjo është receta që unë përdor gjithmonë dhe janë vërtet shumë të mira, është një recetë që nuk të zhgënjen asnjëherë. Janë krokante në sipërfaqe, të buta në brendësi, të mbushura me sherbet dhe me një shije aromë fantastike. Fillojmë pa humbur kohë nga përgatitja. Në një tenxhere do shtojmë 500 gram sheqer, 400 ml ujë, një fet portokalli, një fet limoni, një shkop kanele dhe shërbetin do ta vendosim të ziejë dhe do ta ziejmë 8 deri në 10 minuta që nga pika e vlimit. Ndërkohë që shërbetin e vendosim të ziejë, në një tjetër enë do vazhdojmë me melomakaronat. Do shtojmë 200 ml vaj ulliri, 200 ml vaj lule dielli ose vaj misri, çfarë do t'ju gjendet në shtëpi, mund ta përgatisim me të dy llojet. 200 ml lëng portokalli, ku në të do shtojmë një lugë çaji sodë dhe do ta përziejmë derisa soda të aktivizohet plotësisht dhe më pas do ja shtojmë masës. 50 ml konjak, nëse nuk e keni mund t'i përgatisni edhe pa konjak, por i jep aromë shumë të mirë. Një lugë gjelle me lëkurë portokalli të freskët, një lugë çaji kanell, një lugë çaji karafil pluhur dhe 2 lugë gjelle sheqer. Masën do ta përziejmë shumë mirë në mënyrë që të lidhen përbërësit. Dua t'ju kujtoj se nëse jeni i ri në kanalin tim, ju ftoj të hidhni një sy recetave të mia dhe nëse ato ju pëlqejnë, mos harroni të bëni subscribe dhe të shtypni butonin e ziles. Kështu do njoftoheni për çdo recetë të re të postuar. Çdo ditë postohet nga një recetë. Do shtojmë 300 gram semolina ose si migdali greqisht. Nëse nuk keni peshore, unë kam shtuar 13 lugë gjelle, 300 gram miell gruri, gjithashtu 13 lugë gjelle. Këto masat po i them në lugë pasi disa nga ju më kanë shkruar në koment që e kanë më të lehtë me lugë, prandaj dhe po jua cilësoj. Masën do ta përziejmë në fillim me ndihmën e një luge dhe më pas me duar. Masa e melomakaronave nuk do shumë punë për t'i përzier, mjafton që të lidhet e gjithë masa, duhet një brum i butë, por jo i ngjitur. E përziejmë mirë duke i mbledhur të gjitha anësoret dhe do shihni që masa është e butë, pra nëse masa nuk është e butë, atëherë melomakaronat do ju dalin shumë të forta dhe nuk do përthithin as pak vaj. Ja, kështu si po shihni në video, shkëputen lehtë në duar dhe nuk ngjiten as pak. Mund t'i japësh edhe formën shumë lehtë. Pra në këtë pikë masa është gati për t'i dhënë formën e tyre. Unë kam zgjedhur mënyrën më të thjeshtë, i kam bërë jo as të vogla dhe as të mëdha, i kam dhënë formën kështu dhe i kam çpuar pak me piru. Mund t'i bëni me piru ose me ndihmën e një thike në formët katrore, nuk e di se si të dëshironi ju. Unë mendoj që në këtë mënyrë përthithin më mirë shërbetin. Ja, kështu si po shihni tani në video. Me këto masë unë kam bërë 40 melomakarona. Pasi i kemi gati, do t'i vendosim në tavën e pjekjes. Poshtë tyre duhet patjetër një letër pjekjeje në mënyrë që të mos ngjisin. Ndërkohë ne e kemi ndezur sobën, pasi duhet në furrë të parangrohur dhe piqen për 25 minuta në 180 gradë. Kështu i kam pjekur unë, por unë e them gjithmonë që pjekja varet në varësi të sobës që ju keni. Çdo anëvi se njeh shumë mirë sobën e saj. Këtu është rezultati pas pjekjes, shihni pak, jam pjekur shumë mirë edhe në sipërfaqe edhe poshtë saj. Deri në këtë pikë ju duken thjesht biskota, por sekreti qëndron tek shërbetosja. Shërbeti është gati, është i nxehtë dhe do shtojmë 150 gram mjalt. Do ta përziejmë, por nuk do ta ziejmë. Pra,
e shtojmë mjaltin në sherbet të nxehtë dhe do ta përziejmë sa të tretet mjalti. Nuk duhet ta zgjejmë pasi mjalti do ta humb vlerën e tij. E përziejmë derisa të tretet plotësisht, heqim edhe fetat e limonit, të portokallit edhe shkopin e kanellës dhe më pas do t'i vendosim melomakaronat aty për rreth 1 minutë, jo më shumë, duke i kthyer her pas here në të dy anët në mënyrë që të përthithen më shumë. Më shumë nuk duhet i lini pasi do ju qullen dhe do ju zbuten më shumë se duhet, por duket edhe me sy kur janë të buta, janë rënduar dhe duket që janë e kanë fitur mirë shërbetin. Nëse keni dëshirë, i kthejmë në të dy anët, ashtu si thash, në mënyrë që të përthithen mirë shërbetin dhe pasi janë gati do t'i vendosim në pjatë. Do vazhdojmë po kështu me shtresën e dytë dhe derisa të mbaroj masa. Nëse dëshironi që të përgatisni më shumë se sa kaq, atëherë duhet të dyfishoni masat e përgatitura. Kjo është masa e parë që unë kam përgatitur për këtë muaj, por e sigurt që do përgatis përsëri pasi gjysmat ikën sa po unë mbarova videon, mezi po i prisnin këta të shtëpisë, i pëlqyen shumë dhe mora vërtet shumë fjalë të mira. Po ju si ju duket si recetë, pres përshtypjen tuaj.